Përshëndetje të nderuar ndjekës, jam në natyrë, sepse po udhëtoj, por gjithmonë kisha dashur që të jem koherent me ju dhe të sjell lajmet më të fundit. Ditë më parë, konkretisht e kemi sjellur se me kë do të bënte bashkëpunim Rozana Radi. Në fakt Rozana vetë ka publikuar në rrjetet sociale, në Instagram, në Facebook, kudo që do të sjellë një bashkëpunim. Dhe këtë bashkëpunimin unë e kam zbuluar se me kë e bën, nga që Rozana kishte vënë vetëm një zemër në fotografinë dhe këtë bashkëpunimin nuk kam zbuluar se me kë e bën. Kënga që do të sjellin do të jetë një remake, një këngë e ripërpunuar, një hit që dikur ka qenë, do ta sjellën me Noizin dhe besoj që do të jetë një ndër këngët më të klikuara të verës. Domethënë Rozana pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit po shijon çdo moment të sezonit të saj, po shijon çdo moment të famës së saj dhe po shijon çdo moment të arritjes së saj. Dhe këtë herë Rozana dëshiron të kthehet në skenë jo me një bashkëpunim me një nga këngëtarët të cilët ishin pjesë e formatit Big Brother, por me një bashkëpunim me një artist goxha të madh siç është Noizi, duke e ditur që Noizi është ngjitur në skenë edhe në fushatën e Zotit Rama këtë vit, që ka kënduar këngën e Partisë Socialiste. Domethënë presim një bashkëpunim shumë të bukur, presim një super mega hit që do të jetë gjatë verës. Dua të marr mendimin tuaj për këtë bashkëpunim.